Përse janë arrestuar këta pedagogë në qytetin e Elbasanit, për çfarë akuzohen ata? Ju përshëndes, pedagogët e arrestuar me urdhër të prokurorisë së Elbasanit dyshohet se kanë konsumuar veprën e korrupsionit. Janë 7 pedagogë të paktën të cilët jepnin mësim në Fakultetin e Shkencave Humane në Universitetin Aleksandër Xhuvani të Elbasanit dhe që aktualisht janë në akuzë nga Prokuroria e Elbasanit pas një kallëzimi të bërë nga student të këtyre fakulteteve. Bëhet fjalë në fakt dhe deri në këtë moment të paktën kemi edhe emrat e 7 pedagogëve. Bëhet fjalë për Ornela Bilalin, Zyhra Gripshin, Adrian Shingjergjin, Beatrice Ganin, Edlira Gugu, Florinda Tarusha, Monika Hodaj. Janë të paktën këto 7 emra të cilët deri në këto momente janë bërë të ditur si emrat e pedagogëve, ndaj të cilëve tashmë prokuroria ka firmosur një urdhër arresti. Në momentet që jemi duke raportuar, ne ndodhemi në ambientet e Fakultetit të Shkencave Humane të Universitetit Aleksandër Xhuvani, aty ku aktualisht ndodhet edhe fugoni i policisë së Elbasanit. Kemi pasur një komunikim jo zyrtar me prokurorin e çështjes, i cili na ka konfirmuar në fakt se aktualisht janë duke zhvilluar hetimet dhe në këto momente në fakt kam bërritur edhe një komunikim me mediat, por që do duhet të presim edhe pak minuta për ta zbërthyer arsyen dhe shkakun se përse këta pedagog ka një urdhër arresti ndaj tyre. Duke qenë se ngjarja sapo është duke ndodhur, ende nuk është e qartë plotësisht, por të paktën deri në këto momente ajo që mbetet e sigurt është se të paktën 7 pedagog ka një urdhër arresti nga Prokuroria e Elbasanit dhe në momentet që jemi duke raportuar, efektivët e policisë me në krye prokurorin e çështjes ndodhen në ambientet e universitetit për të bërë të mundur zbardhjen e kësaj ngjarjeje.